Moderatorja Kiara Tito reagon bindshëm pas një vorbulli lajmesh dhe dyshimesh për një shtatzani të dy. Ditën e sotme bashkëshorti i saj ndau me publikun shqiptar një lajm që në orën 6 pasdite do të ketë një projekt me titull "Nuk presim djalë". Kaq është dashur që rrjeti dhe mediat të shpërthejnë me dyshime duke e komentuar pafund. Mirë po reagimi i moderatores bukuroshe nuk ka vonuar shumë dhe pak orësh ajo sapo ka hedhur poshtë zërat që kanë qarkulluar se ajo mund të ishte shtatzan për herë të dy. Ajo ka publikuar një foto ku shfaqet si gjithmonë rrezëllitse dhe krahas saj ndodhet pyetja që i kanë bërë lidhur me shtatzaninë e dytë dhe Kiara ka vendosur që të përgjigjet shkurtimisht, jo të shoqëruar me një emoji buzëqeshje. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë pasi e kanë parë reagimin e saj dhe kanë vërshuar me qindra komente dhe mesazhe ku shprehen se do e kishin dashur që Kiara të sillte në jetë një tjetër beb që do ishte vëlla ose motër për bebushen e saj Luna Mari. Por që ata mendojnë se është pak shpejt sepse sapo ka hedhur hapat e parë në karrierë dhe Luna Mari vijon të jetë një bebushe e cila ende nuk ka nisur të ecë në këmbë vetë. Shumica prej ndjekësve të Kiarës janë tejet mirëkuptues dhe dinë se si ta trajtojnë një dëshirë të tyre në mënyrë objektive dhe pa futur në mes ndjesitë që ndonjëherë edhe të pengojnë për të patur arritje në jetë. Të gjithë do donin të shihnin teksa familja Eli zgjerohet me më shumë antar, por për momentin duket se nuk do të jetë e mundur. Kiara ka vendosur t'i jap fund këtyre zërave me një reagim të shkurtër, por shumë domethënës. Moderatorja e dashur ka hedhur poshtë të gjitha aludimet dhe pyetjet e shumta me një fjalë të vetme që sqaron dhe qartëson gjithçka. Reagimi i saj ka ardhur pas një vale komentesh në profilin e saj, ku ndjekës të shumtë pyesnin nëse ishte vërtet shtatzën për herë të dytë. Edhe pse shumë personazhe publike zgjedhin të mos reagojnë ndaj zërave të tillë, Kiara ka preferuar të vendosë një pikë mbi i për të shmangur spekulimet e mëtejshme dhe për të ruajtur qartësinë me ndjekësit e saj.